Parë që ma bënë në Gjerman, a do të kthesh në Kosovë? Thash po, si të kryet lufta, ka më këthy për Kosovë. Por unë e kom pas një diçka në temen që unë e kom qenë keq për shëndetit. Kom pas shumë abortime këtu në Kosovë, pse kom qenë shumë animike, pa gjakësi, edhe nuk e kom ditë pse. Edhe gjdo shtatzani që e kisha një bakter që më mbytë ke bebat. Edhe kështu që 2 djem i kam, një vajzë, falenderit, një vajzë kam lindë, 4 muajsh e gjys, edhe 5 abortime tjera. Por unë nuk ja dola këtu në Kosovë, po asë në shtetin Gjerman. Që me thonë, adi mjekësia është në shtetin Gjerman ma ndryshe me këto, nuk ka dalim. Mjekësia është mjekësi. Edhe unë vajzën, Ylken, e kom pas lindje në fundit, edhe ato mu ka ndërprej mua me lindë, mu ka thënë doktore që ti nuk u zanë me lindë, për shkak se ki një bakter. Edhe aj bakter të aktivizohet vetëm kur je shtatzan. Edhe më tha, ki fat, i ki 2 djem, edhe djem të ishën pajtur shumë se në shtetin Gjerman, kur dojnë me tregu diqka, i thirin familjartë, burin, edhe 2 djem, edhe bisedun me djemt, edhe pse ishen djemt shumë të vogël, edhe më thanë, pajtohu me kitë pjesë, ki 2 djemt, edhe vazhdo jetën kështu. Unë vazhdova jetën. Por ishtë një dhimbje madhe shumë kur pe hupshë një fëmi, kur diqka dëshiran një jetë me pru një vajzë. Dëshira jote ka qenë për të pasur edhe një vajzë? Po, edhe luftova shumë. Por nuk luftova në atë myrë si mu shëru të mjekësia, pse une nuk zgjeta zgjidhje. Drejt me të regu sa une në Gjermani, jam që 17 vite jam drejtoresh, normal që kur je drejtoresh ki njerëzit që të njofin. Ke lidhja, ke kontakte. Lidhja. Drejt me të regu se punoj me shumë edhe me shumë doktora, me shumë njerëzit të ndryshëm, Gjerman që për me më kanë, jo që jam femën shqiptare, por ata gjithmonë më thojnë, a jenë gjitha femna shqiptare si ti? Kështu si ti? Unë ju thëmë po, kena femna zgjuta. Gjitha femnat jenë zgjuta, por mu ka dhe mundësia. Apo i ke kriju vetë mundësit? Po, e kom kriju vetë mundësit, se kom ecë. Nuk jem dalë. E po. Nuk jem dalë, kom ecë. Edhe atë kom fillue për me gjithë diqka për mu, mënyrë naturale, qysh me shëru atë bakter. Edhe dashti zoti, takova një Gjermank, që ajo më shtyte me vazhdu shkollën, edhe pse për neve ishtë fillimi Gjermanisë, nuk është i letë në Gjermani, ku shkajsh, nuk jenë kushtet aqë të bukra për njëherë mi fillu gjitha. Kënej biznisin, kënej mu shkollu, ishën do gjana këgja vështirë. Nuk është jeta vetëm lule, a? Normal. Edhe fillova biznisin, fillova dhe shkollime. Shkojsha shkolle edhe isha aqë e ljone, për punës, pse shtetin Gjerman është ashtu që gjithë shka duhet me kanë strik. Për me vazhdu me marë punë ma shumë. Pse unë gjithë shka edhe në firma në kompanin që kam, unë i punat i kom marë për njani tjetërit, për një shoku kështu. Po dhe të mjekësia alternative që shto kam shkua. Kam shëru një, ka vazhdu të tjetëri. Ka vazhdu tjetëri. Asria e përmendet që ke pasur humbjet ndaja njëtë, 5 abortime dhe një fëmi, nuk janë dhimbjet leta që kalohën? Shumë dhimbje e madhe ashtë. A di që shumë herë, kur kom pas abortime, kom mendu, kam thëmë, që ka kom ba keq po mdolin këto gjana? A ke pas edhe mendime negative, ndoshta edhe bestytni, sepse sidomos tek vendi jonë, kanë edhe besime të tjera, qoftë, nuk po du me i hi tash asaj teme, po gjithsesi ka edhe besime që nuk ka të bëja as pak me mjekësina, me trupin e njeriut. Nuk ka pse është kështu, në gjam. Unë kur kam hup Ylken vajzën, ka qenë ajo një humbje madhe për mua. Edhe momenti që unë kur krya procedurja,